E mbani mend, në 2013 u premtoa ulje çmimesh për ushqimet bazë. Ne do ta heqim taksën 20% për ushqimet bazë. Ne do t'i ulim çmimet, ne do ta rrisim mirëqenien. Por premtimi më i bujshëm i ardhjes në pushtet të socialistëve u la në harres. Jo të gjitha gjërat që zotohet përpara se fillojë qeverisja zbatohen 100%. Sot TVSH për ushqimet në Shqipëri mbetet 20%, një nga normat më të larta në rajon dhe mbi mesatarin e Bashkimit Evropian. Sipas Instat, 40% e buxhetit të familjeve shqiptare shkon për ushqime. Dhe Shqipëria është sot ndër më të shtrenjtat në rajon. Çmimet janë rritur, por TVSH për ushqimet nuk ka ndryshuar. Ndaj mos harroni. Herën tjetër që dëgjoni premtime për ulje taksash, kujtoni se jo të gjitha zbatohen 100%. Se nuk ka eficiencë 100%.